kryet skuadrës Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qera ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve. Në fund të dhjetorit 2025, kryeministri Edi Rama shpërndau në publik një mashtrim të rëndomt për gjendjen financiare të ish-drejtores së AKSHI, Mirlinda Karçanaj, e cila është në arrest shtëpie në ndyshimet për shkeljen e barazisë në tendera. Në takimin me gazetarët, Rama deklaroi: "Linda që ka një mas sigurie me një shtëpi me qira ku jeton, pasi më parë jetonte në një shtëpi të postkomunizmit në banesën e prindërve të tij." Deklaratat e kryeministrit janë tërësisht të pavërteta, bazuar në dokumentat e depozituara nga vetë Mirlinda Karçanaj pranë ILDKPKI. Në deklaratat e pasurisë rezulton se Mirlinda Karçanaj dhe bashkëshorti i saj, Artan Babaramo, është pronare e 5 apartamenteve dhe një ullishteje. Mbrojtja me element mashtrues që Rama u bën bashkëpunëtorëve të tij është një sjellje e dëshmuar që në fillimet e qeverisjes së tij. Mirlinda Karçanaj është një bashkëpunëtore e hershme e kryeministrit Edi Rama. Në deklaratën fillestare të vitit 2007, ajo deklaron se zotron 25% të një apartamenti në bashkëpronësi me familjen. Në vitin 2016, ajo deklaron se ka bler një apartament 136 metra katror për 65.000 euro në bashkëpronësi me bashkëshortin. Në 2017, vlera e tij ka përcen në 24.5 milion lekë të reja. Çifti blen edhe një apartament në zonën turistike të Qerretit. Në vitin 2022, Mirlinda Karçanaj deklaron se është bërë pronare e një apartamenti 75 metra katror dhe një ullishteje 1500 metra katror. Ndërkohë, bashkëshorti i saj deklaron se është bërë bashkëpronar në një apartament 58 metra katror. Të dhënat tregojnë se Mirlinda Karçanaj ka në total 5 apartamente, duke bërë të paqartë deklaratën se ajo jeton në shtëpi me qira.